elementi mendjemadhësisë nuk është tipar vetëm i jo besimtarëve, sepse në shumicën e rasteve janë jo besimtarët të cilët tregojnë mendjemdhënie ndaj Allahut Azza wa Jall. E refuzojnë atë dhe të vërtetën me cilën ka ardhur Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë ata të cilët i refuzojnë besimtarët. Janë ata të cilët janë mendjemdhënie ndaj krijimtarisë së Allahut subhanahu wa taala. Por ky tipar është edhe i besimtarëve, sepse Iblisi ishte besimtar ndaj Allahut Azza wa Jall. Por mendjemallësia e shtyu që ta refuzoi Zotin në këtë urdhër të prerë që java me lajkeve dhe Iblisit që të bie në sejdë Ademit alayhis salam. Andaj këtë cilësi i kap jo besimtarët, por një pjesë të madhe i ka kapur edhe sot edhe besimtarët dhe ata të cilët frekuentojnë xhamiat e Allahut Azza wa Jall. Dhe fatkeqësisht pika më e dobet, pika më e keqe që mund ta dëgjojmë është se i kap edhe ata të cilët mund të jenë prijes në hajër dhe në të mirë që janë pra ata të cilët i udhëheqin muslimanët në aspektin shpirtëror, hoxhallarët, e që kjo është larg mendjes dhe kjo është larg për tu besuar, mirë po ja që ne jemi njerëz dhe shpesh herë gabojmë dhe shpesh herë na mund kjo dynja, andaj kjo është tipar edhe jo i besimtarëve edhe i besimtarëve. E dyta, motivi i mendjemallësisë ngrihet mbi epërsinë ndaj tjetrit dhe për uljen e tjetrit. Sikurse Iblisi që i tha Allahut Azza wa Jall, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Unë jam më i mirë se ai, o Zot. Mua më krijove nga zjarri e atë krijove nga balta dhe lloçi. Pra, analogjia dhe krahasimi që e bëri duke ngritur vetveten dhe duke përulur Ademin alayhis salam, tregon se motivi kryesor është epërsia që njeriu e jap vetes dhe e nënvlerëson tjetrin, e kjo nuk quhet ndryshe përveç se mendjemallësi. E treta, në ngjarjen e Iblisit, Ademit alayhis salam dhe malaikeve, nënkupton dhe përfitohet se mendjemallësia besimtarin e largon nga fetaria dhe nga rruga e drejtë dhe e saktë tek Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç Iblisi ishte prej besimtarëve, por për shkak të refuzimit të urdhrave të Allahut Azza wa Jall, si burimi mendjemallësisë që të mos i bie në sejdë Ademit alayhis salam, ai u largua nga besimi, u bë mendjemadh dhe Allahu Azza wa Jall e largoi nga rahmeti i tij dhe Allahu Azza wa Jall tha, largohoti se ti je fe inneka rajim, se ti je më tashme i mallkuar dhe i larguar nga mëshira dhe rahmeti im. Andaj, sa prej njerëzve sot, duke qenë mendjemdhej, janë larguar nga xhamit e Allahut Azza wa Jall. Duke qenë mendjemdhej, nuk janë larguar nga mëkatet e tyre, sepse kanë refuzuar të pranojnë se ata janë mëkatar dhe gjunaçar, dhe kanë refuzuar që të bien në sejdë Allahut Azza wa Jall, dhe kanë refuzuar që të kërkojnë falje tek Allahu. Andaj, u larguan nga xhamia, u larguan nga vllazëria islame, u larguan nga Kurani, u larguan nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu e devijuan rrugën e tyre në jetën e kësaj bote.